Keni 4 vjet, po 4 vjet keni shtruar kësa rrugica si shtronë Xhemal Tafaj në Tiranë në viteve 80. To janë banalitete. Po nuk janë banalitete, po shkoni shifeni. Kam qenë në shkollar këtë javë kam parë. Unë po përgjigje për pyetjet që më. Unë kam drejt të them. Ti ke gjë zgjedhje ditë e diel, do konkuron për një parti? Unë kam drejt të them që ato që ke premtuar i ke mbajtur si ke mbajtur. Edhe unë konkuroj në mënyrën time. Unë të jap opinionin tim, s'të pëlqen, lëre të gjykojnë shqiptarët. Nuk je këtu të bësh mua tani kontrovers. Le tani, tregon mua tani Xhemal Tafaj. Çfarë tregon çfarë opinionin tim. E para, edhe s'ka nevojë të them opinionin tim. Opinionin tim. Më the për studim gjeologjik, po them Pedonalia Vlorës si është 1.2 kilometra, çfarë? Kujt i vërtet? Po jo mos më se çfarë? Çfarë? Kujt i vërtet? Po kujt i vërtet? Bëj pyetje për gjithë. Po pyetje po mos më fol mua kështu. Ore, të marr për opinionin tim. Po pra po dakord dhe unë kam drejt të them kundër përgjigje. Se s'pas kam drejt, ose si të bësh lodra fjalësh më mos. Jo mor zotri kam të drejtën të pyes, sepse më thua që rruga Tiranë-Elbasan s'ka mbaruar, po të pyes po Pedonalia Vlorës. Të bësh 1.2 kilometra, pse s'mbaroj? Po mbaj pasi tjerit, kam drejt pyes pse s'mbaroj zoti Rama? Më pyet t'ja përgjigjen unë. Po mbaj pasi Vlorës, kam drejt pyes pse s'mbaroj? Po jam po të pyes. Nuk janë këto. Unë po flas për rrugën e Elbasanit, pra. Më thua shkollaku ka 4 vjet që s'ka mbaruar. Po pra, dhe po të shpjegoj pse. Sepse e para punës herë ishte e sa po filluar. E dyta punës pati një aksident madh, rrshqiti një masë e madhe dheut. U desh ribër nga e para. Dhe u desh rigjetur financim, se s'kishim financim.